Përshëndetje shikues të nderuar. Unë për juve sot kam sjellë një recetë që është shumë e vjetër. Thjesht është një recetë që ndoshta në krejt Ballkanin është gatuar ndonjëherë dhe ka një histori shumë të lashtë. Domethënë vetë mënyra se si përgatitet ajo, domethënë është një farë mënyre e si e kanë bërë një drekë ashtu mos thon primitive, por të thëmë që thjesht është qa që vjetër, sa që gjatë gatime do të avreni edhe jo. Ajo gjellë quhet gung. Për arsye se sigurisht kur të piqet dhe gatuhet në fund, ajo kur të del prej furrës është ashtu si me gunga. Prandaj e ka emrin gung. Për to ju nevojitet, nëse keni mish pulës fshatit e cila mundet mu pre edhe mu fut komplet në këtë recetë, ju vjen miell, 2 ve, ujë, qumsht dhe kryp e vaj. Atëherë, mas pare, fillojmë me përgatit mishën. Mishit ja qitni kripen, pak erës të thapë, tash mundemi me kombinu edhe diçka ma atëherë sigurisht s'ka pas, por na po e bojmë pak një miksi, por vetëm kjo erda që po ja shtoj. Piper të kuq pak dhe vaj. Këto i përzini mirë dhe i veni në tepsi. Për këtë recetë ju nevojitet tepsia 28 numër. Domethënë parapërsisht mundeni me ditë është 200 gram miell, 200 ml ujë, 200 ml qumsht edhe 2 ve. Do të thotë sa do që t'i veni të langshme ujë edhe qumsht, 2 fishin ja veni edhe të miellit. E futni në furr me pjek në temperaturë 250 gradë derisa të skuqen. Nuk ka nevojë me u pjek krejtësisht, por sa me u skuq. Atëherë e përgatitim pjesën tjetër. Në njën kështu pak ma të thellë, e veni 200 ml ujë, 200 ml qumsht dhe 2 ve. Pak krep dhe një lugë çaje të plot sot buke. Këto i përzini mirë dhe i shtoni miell 200 deri në 250 gram miell. Brumi duhet me qenë ashtu pak ose si brumi i flis ose pak ma i trash se patpetat. Dhe ja po shikoni shikues të nderuar, kjo është parafërsisht e hollë, kështu duhet me qenë brumi. Dhe besoj që tash mishi u skuq mjaft dhe mundem me nxjerr prej furrës, mjashtu këtë pjesën e dytë. Është diçka e ngjashme me çervishën, është diçka e ngjashme me tavë, me kosë, është diçka e ngjashme me krejt, por jo. Kjo është thjesht një recetë shumë e vjetër. Gunga dhe kjo përgatitet në këtë mënyrë. Domethënë ka ngjashme diçka ndoshta bashkë për kësaj, janë marrë shumë recepta tjera, që janë shtu sipas dëshirës, diçka ma shumë, por kjo është ajo ma e vjetra. Tashti këto e fusim furr, derisa të piqet. Varet tashti çu që keni furrën, çu që keni ato, atëherë thjesht ajo e leni derisa të piqet dhe bëhet ashtu si në fund bukës. E unë tash përboj gati këto, shqyqyt që kemi slepin këto, dhe mundem me pastru kuzhinën shumë lehtë mas përdorimit. Faculeta jashtëzakonisht e mira dhe çka po m'pëlqejnë, se ka një var arome që i dallojnë prej të gjitha faculetave të langshme. E kanë një aromë që bashkë është e këndshme. Dhe gunga është pjek dhe tani mundem me nxjerr prej furrës. Po duket shumë mirë, edhe është shumë e shishme. Edhe tash, edhe pse është pak e nxehtë, unë ja kisha prej me gjithatë, se është një recept të re që sigurisht deri me tash nuk e keni nisë dhe ne mo me provu. Por mua shumë bëhet shefi që ka mundësi me prezentu receptat e vjetra tradicionale. Prandaj, kjo e preni kështu. Këto mundeni me shoqëru, sidomos me produktet e Green Garden me turshi jashtëzakonisht të mira. Dhe thjesht mundeni me shoqëru me turshi që sigurisht atëherë
nuk kanë pas sallata qështu si na që bibojmë tash të ndryshme, po thjesht shko një kombinim e unë ju kisha preferu të merë një turshit e Green Garden, jashtëzakonisht të shishme dhe të mira. Këto, që i marrim edhe pak speca djegës, Green Garden. Me këtë recet shumë të vjetër, e cila quhet gung, e vrejtët edhe vend se o bo gunga deri sa o pjek, deri në misionin e arshëm unë ju përshëndes të kryuar gjithë të mira.